Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bleti Çuçi vijon takimet elektorale në Konispol. Bashkë me kandidatët për deputet Ardit Bido dhe Vasil Llajo, Çuçi kërkoi mbështetjen e banorëve të Konispolit me vot në 11 maj. Ai përmendi fillimisht investimet që janë kryer në këtë bashki nga qeverisja lokale e qendrore, subvencionet për fermerët, si dhe disa nga projektet e tjera që janë në proces për të realizuar. Mes arsyeve pse duhet votuar Partia Socialiste, Çuçi theksoi edhe gjendjen ku është opozita. Por kur shoh që alternativë për Shqipërinë dhe për Konispolin është akoma Sali Berisha, nuk kam si mos t'ia kujtoj shqiptarëve që çfarë alternative i kanoset Shqipërisë. Se 2 herë ishte në krye të Shqipërisë, 1 herë na çoi në krizë ekzistenciale, ku Shqipëria ishte gati të shkatërrohej plotësisht, e mbani mend shumë mirë, dhe herën e dytë kur e mori na çoi një krizë financiare që e çoi 8% borxhin kombëtar. Vota e 11 majit, theksoi Çuçi, lidhet direkt me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Mandati që ne do marrim është mandati që do çojë Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian, një ëndër që shqiptarët e kanë dërshekuj dhe më në fund ne jemi shumë pranë realizimit të kësaj ëndre. Konispoli pa diskutim që edhe në këtë moment historik ku është Shqipëria në prag të aderimit të Bashkimit Evropian, në prag të bërjes së pjesë të familjes europiane, do di ta zgjedhë anën e duhur të historisë, do di të votoj masivisht për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, sepse është e vetmja forcë politike që mund ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian për ta bërë antar me të drejta të plota.